Këto ditë shënoi një fluks të lartë lëvizjesh në pikën kufitare të Kakavijes, kryesisht për shkak të përfundimit të pushimeve verore dhe rikthimit të emigrantëve drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Rritja e ndjeshme e daljeve nga territori shqiptar reflektohet këtë periudhë të fundgushtit, ku mira qytetar drejtohen për në kufi për të rikthyer në përditshmërinë e tyre jashtë vendit. Sipas të dhënave zyrtare gjatë 24 orëve të fundit, në këtë pikë kufitare janë përpunuar 11.534 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 3.932 në hyrje dhe 7.602 në dalje. Paralelisht janë përpunuar edhe 3.228 automjete, ku 1.026 kanë hyrë në teritorin shqiptar dhe 2.182 kanë dalë, ndërkohë 279 shtetas të huaj kanë hyrë në vend për qëllime turistike, duke treguar se sezoni veror vijon të mbetet aktiv. Për në Athinë. Jetoni aty? Po, kemi shumë vite, 30 vjetë. Ishit në Shqipëri për pushime? Po, ishim për pushime, pam njerëzit tanë të afërmit. Tani po largohemi shumë mirë kaluam. Në çfarë vendi të Shqipërisë? Të Fierit dhe në Vlorë. Po. Si ju duk Shqipëria si vjetë? Shumë bukur, shumë njerëz, shumë të huaj. Ishte vërtet bukur. Kënaqem me njerëzit tanë më shumë. Pak ditë. Në çfarë vendi që duat? Unë banoj në Vlorë. Si ishte Vlora si vjetë? Shumë qarkullim. Vini çdo vit në Shqipëri për pushime? Po, çdo vit. Kemi dhe njerëzit tanë atje. Ishit në Shqipëri për pushime? Po. Kaluam mirë, takuam njerëzit, u kënaqem. Tani po shkojmë te vendi. Në Durrës edhe në Vlorë, edhe në Tiranë. Për pushime. Për pushime. Vlorë. Te Pele Vlorë. Si ju duk Vlora këtë vit? Plot me edhe kishte qarkullim të madh shumë. Në Saran, në një fshatë të Saran, gjithë brenda Saran. Keni familjar tuaj këtu? Kemi prindër. Si ju duk Shqipëria këtë vit, Saranda? Shumë bukur, kaluam mirë. Vetëm çmimet ishin çik të larta besoj. Për të përballuar këtë fluks të shtuar dhe për të shmangur radhët e gjata në palën shqiptare po punohet me 4 sportele në dalje dhe 3 në hyrje, ndërsa pala greke operon me 2 sportele në hyrje dhe 2 në dalje. Autoritetet kufitare mbeten në gatishmëri të plotë duke synuar menaxhim sa më efikas të situatës dhe lehtësimin e lëvizjes për të gjithë udhëtarët.